Kosovës kanë paguar vetëm për transportin, jo për blerjen e 1 megavati, po vetëm për transportin e 1 megavati të energjisë elektrike kanë blerë, kanë paguar deri në 800 euro. Ka qenë 789 euro e 30 cent dikun. Vetëm transporti, nuk po flasim për çmimin e megavatit, po flasim vetëm kosto e transmisionit. Kjo nuk e fakton ato se çfarë thatë, tani më thoni drejt për drejt. Jo, tani, sepse jam në shpjegim e sipër. Tani, ajo çfarë ka ndodhur, që kjo është abuzim me kapacitetet energjetike nga kompani të caktuar, duke përfshi këtu kompaninë e Vuk Hamovicit, e cila është kompania që më shumti fiton tender në rezervimin e kapaciteteve transmetuese. I ka të rezervuara, ankandet vjetore, ankandet mujore dhe ankandet ditore. Tash, na e kemi kostin, i cili është operator i tregut dhe transmisionit, e kemi ZRE-n, e cila është institucion që rregullon komplet sektorin e energjisë dhe e licenson për më tepër edhe kostin, edhe kompaninë e Vuk Hamovicit, edhe